Mbeta vetëm me nipin e burrit atë natë, dhe jeta ime nuk ishte më e njëjta. Nuk ishte se nuk e kisha parë më parë, e kisha, në dasma, në varime, në ato darka familjare ku të gjithë flasin shumë dhe askush nuk dëgjon vërtet. Por gjithmonë e kisha parë nga larg, si një mobilie që e di që ekziston, por nuk e prek kur. Ai ishte nipi i burrit, një titull, jo një njeri. Emri i tij ishte Dion, 22 vjeç, me duar të mëdha që nuk dinte ku t'i vinte, dhe me atë mënyrën e tij për të parë dyshement kur fliste me mua. I turpshëm, thoshte familja. I rritur pa nën, tha buri një herë, duke rënkuar leth, si dikush që sapo kishte kujtuar një peshë që nuk e kishte mbajtur kur vetë. Atë natë, buri im ishte në spital. Jo diçka e madhe, tha mjeku, vetëm një kontroll që zgjati më shumë se sa pritej. Qëndroti me Dionin, më tha në telefon. E kam premtuar se do ta ndihmonte me letrat e universitetit. Mos e lër vetëm. Dhe kështu, në orën 10 të natës, unë dhe Dion ishim ulur në divanin e dhomës së ndenjës, me një tavolin të mbushur me letra mes nesh, si një lum i vogël që na ndante. Minuta e parë, letrat Dion ishte i ngurtë, ulur në cep të divanit, me shpinën kaq drejt, sa dukej se po mbante një shufër hekuri përgjatë shtyllës kurizore. Unë po mbusha një formular, të dhënat e tij, adresën, numrin e personal, gjëra që i dija tashmë, por që i pyesja për të mbushur heshtjen. Emri i plot, pyeta. Dion. Pauz. Dion Arbeni. Mbiemri? Po ai që ti ke. Qeshi pak, unë gjithashtu. Ishte një e qeshur e vogël, e thatë, por ajo e shkriu akullin e parë. Pash se duart e tij po luanin me skajin e këmishës, një zakon fëmijëror që e bënte të dukej më i ri se mosha e tij. Minuta e dytë, drita tu fikën. Nuk e di çfarë ndodhi. Ndoshta një stuje e vogël, ndoshta ndonjë aksident në lagje, por drita tu fikën. Jo të gjitha. Lamba e vogël në kuzhinë mbeti ndezur, ajo e korridorit po dridhej. Por dhoma e ndenjës u bri errësirë e butë, e ndriquar vetëm nga drita e hënës që depërtonte nga perdja e hol. Dion nuk lëvizi, as unë. Ishte vetëm një ndërprerje, thash, duke u përpjekur të tingëlloj më e qetë se sa ndihesha. E di, tha ai, por zëri i tij ishte i çuditshëm, jo i friksuar, më shumë i çliruar, sikur errësira i kishte dhënë leje për të rënë një maskë që nuk e dinte se e mbante. Teta, më tha, sepse kështu më thëriste. Teta, a mund të ulem pranë teje? Nuk ishte asgjë të keqe në pyetjen e tij, por mënyra se si e bëri, e butë, po thuajse e friksuar, më bëri të kuptoj se ai nuk po kërkonte vend, po kërkonte afërsi. Eja, thash. Minuta e tretë, pranë. Ai u zhvendos ngadalë, i lehtë, si dikush që ka frikë se do të thyej diçka. Kur arriti pranë meje, nuk më preku. Thjesht u ul aq afër sa mund të ndjeja nxehtësinë e tij. Atë nxehtësi të veçantë që lëshojnë trupat e rinj, si bukë sa po dal nga fura. Filuam të plotsonim përsëri formularet, por tani gishtat e tij preknin të mijat her pas here, kur i kalonim njëri tjetrit letrat. Një prekje e vogël, sa një far, por ajo mjaftoi për të ndezur diçka që nuk e kisha ndier prej vitesh. Ndjesin se dikush po më shihte vërtet. Dion, i thash, pse nuk flet kur në darkat familjare? Ai ngriti syt. Në dritën e hënës, sytë e tij ishin 2 pika të errta, por jo të zbrazta. Aty kishte diçka, një pyetje që e mbante prej kohësh. Sepse kur hap gojen, gjithmonë them diçka që nuk duhet. Psh. Si për shembull. Ai e shikoi dyshemen, pastaj përsëri mua. Se ti je gruaja më e bukur që kam parë ndonjëherë, dhe se çdo herë që zhashaj të përqafon përpara meje, më vjen keq që nuk jam ai. Minuta e 4, heshtja. Ajri u bë i rënd, jo në atë mënyrë të keqe, por sikur dikush e kishte trashur kohën. Unë nuk lëviza, as ai.
por diçka kishte ndryshuar mes nesh. Një fjalë e thënë në errësirë nuk mund të merret prapa. E di, thash më në fund, se kjo nuk është e drejtë. E di. Por edhe unë kam menduar. Ai ngriti kokën. Për mua? Jo për ty, thash sinqerisht. Për ndjesinë që më jep kur je afër. Ajo ndjesi që dikush më sheh. Jo si gruaja e dikujt, jo si teta, por thjesht mua. Duart e tij tani ishin të palvishme, por fryma e tij, ajo ishte bërë më e shpejt, më e qekët. Minuta e 5, prekja e parë. Nuk e di kush lëvizi i pari, ndoshta unë, ndoshta ai. Por befas gishtat e tij ishin në dorën time, jo duke e shtrënguar. Thjesht aty, të pushuar, sikur i takonte atij vendi. Dion, përshprita. Po? Nuk mund të ndodhë më shumë se kjo. E di. Por kjo mund të qëndroj këtu? Ai nuk u përgjigj me fjalë. Thjesht e shtrëngoi dorën time pak më fort, aq sa të ndjeja pulsin e tij, të shpejt, të ri, të etur. Dhe unë nuk e tërhoqa dorën. Për 8 minuta, në atë errësirë, unë nuk isha as gruaja e dikujt, as tezja e dikujt. Isha thjesht një grua me një djalë të ri, që e shikonte sikur unë isha diçka e shenjtë. Minuta e 6, formulari i fundit. Ke mbushur gabim këtu, tha ai me zët ulët, duke treguar me gishtin tregues në një resht. Nuk jam i martuar, nuk kam fëmijë, nuk kam asgjë. Ke mua tani, thash pa menduar. Dhe kur e kuptova se çfarë thash, u mundova ta tërhiqja, por ai nuk më la. E di, tha ai përsëri. Ishte fjala e tij magjike. E di që nuk do të thoshe asgjë, por unë do ta mbaj mend gjithsesi. Minuta e 7. Dritat u ndezën, dhe atëherë dritat u kthyen. Doma u mbush me atë dritë të bardhë të ftohtë të llambave të kursimit, dhe gjithçka u bë normale përsëri. Tavolina me letra, divani, unë dhe ai. Por ne nuk i kishim lëshuar duart. Dion ishte ai që e bëri të parin. I lëshoi gishtat një nga një, si dikush që i bie një numërim i mbrapsht. Pastaj u ngrit, mori letrat dhe tha: Teta, faleminderit. Asgjë më shumë. Por mënyra si e tha teta atëherë ishte ndryshe. Ishte një thirrje që nënkuptonte të shoh, të ndjej, do të kujtoj. Minuta e 8. Ajo që ndryshoi Dioni u largua 5 minuta më vonë, kur buri im u kthye nga spitali. I tha tungjatjeta gjashajt, më tha natën e mirë mua, dhe doli në përder si një hije që nuk lë gjurmë. Por unë atë natë nuk rasht në gjumë. Qëndrova zgjuar duke parë tavanin, me dorën e djathtë mbështjell rreth jashtëkut, aty ku ai e kishte prekur. Buri im, pranë meje, flinte i qetë. Nuk dinte asgjë, dhe nuk do të dinte kur. Por unë e dija se jeta ime nuk ishte më e njëjta. Jo sepse kisha bërë diçka, por sepse për 8 minuta, në errësirë, dikush më kish parë jo si rol, por si person. Dhe ajo pamje, ajo nuk mund të fshihej më. Në mëngjes, kur hapa derën për të marrë qumështin, gjeta një shënim të vogël të palosur në dyshek. Asnjë emër, asnjë nënshkrim. Thjesht këto fjalë. Teta, hëna atë natë ishte po aq e bukur sa ti, por ajo ndriçon për të gjithë. Unë do të ndriçoj vetëm për ty, në distancë, gjithmonë. Dhe unë, gruaja që nuk qënte kur, u molla në prag të derës, me atë letër në dorë, duke ditur se kjo ishte e vetmja histori dashurie që do të kisha. Një histori pa emër, pa trup, pa mëkat, por e vërtet.